Topin e kranë e majt për Ibrahimin. Arkimi Ibrahimit në shtyllën e dytë për të qetë me shpejt. Paçi mundësia këtu për Gjilanin. 0-1 shënon Senad Jarović. Shikoni, jo para kësaj ishte kur Jarović u shty aty me këtu. Nuk e di, thjesht është vendim tani Jarovićit. Nisët Jarović. 0-1, minuta 60, Gjilani në përsi. Arkimi në zonë rrezikshme, goditja dhe 1-0 shënon Senad Jarović. Disa minuta, jo disa, po diku 1 minutë pak. Sa zgjati gëzimi kur gjyqtari kryesor Burim Murata shkoi dhe shikoi kishte pasur fall më. Thaçi. Goditja, topi është në rrjet, 2-1. Shën është Topallaj edhe Neziri. Shtatlarti Senad. Në qendër vjen ndërhyrja. E më pas tjetër mundësi për Robert Ramani për Jarović, shansi për Gjilanin. Jarović, kung fu Jarović. Topi mbetur në zonë, Jarović. Është gol, realizon Gjilani. Minuta 70 Ferizajt, por Senad Jarović rihap sfidën minuta 70. Edi Bashës. Arkimi nga Basha, rrezik mund të jetë 1-0. Debutim dhe gol. Dy vishohet shpejt, Robert Ramani me arkimin drejt zonës, Jarović! 2-1 shënon Gjilani. Kale, Elton Kale me arkimin e rrezikshëm, goditja një. Senad Jarović. Arkimi i lartë. Drejt Jarović, goditja. Jarović, Sokshiko, tani Basha. Arko më drejtim të Jarović në 2-0. Senad Jarović dhe Gjilani avason në 2-0. Kemi rrezikshëm, goditja me kokë. Ekipi Gjilanas. Çfarë pjesë e dytë ajo? edhe një topi gjati Roganović në ndërhyrje të palejuar. Shkon para Jarović. Jarović, goditja përsëri është ai. Apo shohim këta pasim në qendër të zonës dhe Njevezerović. Minuta e 1. Jarović, i sak pasimi te Basa. Kjo mund tjetë rrezikshme. Basa, lëvizjet e tij, Jarović. Avdylit, mundësia për Gjilanin, Jarović gjuan perfekt dhe nësë. Problemi madh për Prishtinën sezonin e kaluar ishin ndeshjet si mysafire. Tani një mundësi e artë për Gjilanin, por përsëri nuk vjen shënimi. E pa fat skuadra e trajnerit Nuhi. Edison Qiku avanson para Jarović. Përsëri Qiku sa mirë Gjilani me këtë rast dhe mundësia tani. Dy intervenime një pas një.
Rasti tjetër për Gjilanin, çfarë mundësie që i pati në ndeshje në vëjtër minuta 86 që kroati të shënoj. Edi Pasha gjen hapësirën, vjen një arkimi ti drejt zonës rrezikshëm, as do ndërhyndi si po rreziku ende prezent në zonë goditja. 1-0 Gjilani. Një gjysmë mund jetë kombinimi. Arkimi drejt zonës Tujarovic. Eksen brapa goditja. Gjilani në epërsi 2-1 rezultati shënon. Vjen arkimi nga Armen Cashi, thell në shtyllën e dytë Jarovic, e kthen në zonë rasti këtu. Taipi. Shumë i thellë ky arkem, Jarovic e kthen në qendër, goditja jashtë. Shumë raste në këtë pjesë të dytë për Gjilanin ta shënoi edhe golin e tretë. Shojmë rastin për Gjilanin, kjo goditje, vazhdon aksioni, tentimi tjetër dhe bon jashtë loje. Jarovic për Albin Propashticën, gjithë Propashtica e letë këtë. Topi kalon te Morina, hapësirë e madhe për të brenda zonës, Blerin Morina, super gol. Nuk gutet Blaca sakt aty për Jarovic, Jarovic te Ramani, Ramani me të parë. Ibrahimit, por erdhi reagimi pastaj. Ajvazi, Asim jo i Militi, Senad Jarovic, provon kalimin Jarovic, ja del ta gjet topin brenda zonës, gjithnjë Jarovic rrëzohet këtu. Jarovic, mbajtur për fanellën nga ana e Buja. Ha, çfarë goli! Jo, me të kthyer në lojë Senad Jarovic, asistimi. Edi Pasha tani, arkimi ti shtylla dytë Jarovic, bukur e kthen Shabani. 1-1 para Zogjil, nga minuta 36 e duelit. Kushtrim Shabani, arrin të Ibrahimi. Laroshi. Propashtica. Qëjmë të goditje. Këtu ishte insistimi i Jarovic, por fare... Tre pozitat e para e kanë të sigurt e Evropën nga Superliga. Vendi katërt po ashtu mund tjetë në Evropë nëse fituesi i kupës është një prej tre. Basha kërkohet me këtë do... Taipi me pasimin të Ibrahimi. Arkimi mirë, Jarovic në zonë, mundësia për të, Jarovic 3-0. 7 mbrin edhe goli i tretë, realizon Senad. Si ishte shqetësuar deri në fund, edhe kur skuadra po avaconte 2-0. Çrençi por gabon, ja hapet mundësia këtu për golin e tretë të skuadrës së Gjilanit, arkimi në Jarovic dhe 3. Diskutabile kjo situatë, me gjithatë. Armen Cashi të tonë goditën është blokuar, Jarovic, Senad Jarovic, e kalon edhe portierin dhe 0-1. Pjesës e parë, super veprim këtu nga Jarovic, cili kaloi edhe Kenan Laxhi Omsen duke arritur që të realizoj në mes të Prishtinës së Re dhe Ferizajt. Ja tani Jarovic, Senad Jarovic gjuan 1-0. Ma në fund shblokohet të smita në klintën. Elton Bas. Morina, pasimi për Armen Cachin, e kthen ai në qendër, çfarë gol i bukur. Marr vendimin e dur, nuk provon goditjen e ktheu në qendër.
Bëni me mirë këtu Thaçi, Morina ja rasti për Jarović 1-0. Skifterët. Pasimi i mirë aty nga Morina dhe realizon. Mundësi për goditje, vazhdon Morina. Morina, krosimi në zonë, Morina, kjo është mundësia, shënon skuadrën. Niset Senad Jarović, goditja ty ka pritur, por jo mjaftueshë. Jarović 2-0. Maksimal nga Jarović. Senad Jarović, Gjuani sa Që por i shikot 2-0. Provon vetë këtu Ardian Limoni, situatë shumë e vështirë për të shtopi humbur. Pasimi Jarović për Kimi. Rëzohet Alban Shabani, për nuk ka faul. Jarović. Edi Basha. Jarović, për mrekulli, topi ult. Jarović e këllën topin. Hapësira aty për Edi Basha që të plasoj goditjen. Basha brenda zonës, Jarović dhe Basha intervenon. Thaçi. Pasimi mirë aty për Blerin Morina dhe Jarović, mund jetë situatë rrezikshme. Bosnia. 2 fitore për ekipin e Arsim Abazit, njëra ndaj Dritës, tjetra ndaj Prishtinës së Re, me rezultat. Zebić sakt atje për Jarović. Basha. Jarović. Nëse Gjilani ditë të mbrohet mirë. Ruti është realizatori i dyti i skuadrës së Malishevës me 3 gola, ka plus 2 asistime, një ndër lojtarët kryeshala. Pra pashtit dytë për secilin në skuadër, Ramiz Bityqe pa një rast shumë të mirë për Kosovës. Pas do të shkojnë gati 2 javë në pauzë për shkak të duele. Për fazën e rëndësishme të sezonit, meqën në pjesën fillestare ka qenë